Ние няма да отстъпим нито на... Nuk lëshojmë pe, gjithçka është shkruar e zezanët të bardhë. Kjo është ajo që tha ministri i jashtëm bullgar Georg Georgiev kur u pyet për integrimin evropian të Maqedonisë. Ai mori pjesë në seancën parlamentare ku deputet nga të gjitha partitë bullgare miratuan një deklaratë që thekson se çdo përpjekje brenda BE-s për të rinegociuar, anashkaluar ose ignoruar elemente të marrëveshjeve tashmë të arritura është e papranueshme. България ще продължи да спазва споразумението от 2022 година. Ние няма да отстъпим нито на сантиметър от него. Няма да спрем да повтаряме, че спазването на европейските изисквания е това, което е нужно, за да може да се постигне напредък. Derisa Georgiev thot se qëndrimi bullgar është i qëndrueshëm dhe i vendosur, autoritetet shpresojnë që Parlamenti Evropian do të votojë për raportin për vendin ton, ku përmendet një identitet dhe një gjuhë e veçantë maqedonase. Pas thirrjes së kryeministrit Mickoski, kreu i opozitarës LSDM Filipçe loboi te socialistët evropian që teksti të vonohet, megjithatë ai ka dilema. Дали конечно доколку биде прифатена, тоа ќе биде нешто што за премиерот ќе биде доволна форма на гаранција да се започне процесот на уставните измени. Pyetjes së Filipçes ju përgjigjen analistët. Дали тоа отвара пат за уставни измени? Мислам дека е чекор кон уставни измени, дека е единствен и доволен. Не би рекол, сепак клучниот момент секако е да го заштитиме процесот на проширување од билатералните барања на Бугарија. Raportuesi nga Parlamenti Evropian për Maqedoninë, Thomas Vajc theksoi se për shkak të disa çështjeve që u parashtruan, sidomos nga pala bullgare, duhej të përmenden veçantia e identitetit dhe gjuhës maqedonase në raportin që e ka përgatitur. Debati mbi tekstin do të fillojë javën e ardhshme.